Tregëm atë ka ndodhur në herë berberi me ta bo fejdin katastrofë. Se po t'i kallzoj të frizura për futbollistave që mundesh me këshyr në tablet edhe muni ma mirë për veten. Te fundit jam e sigurt që kemë met pa fjalë. E para është Hamshiku. Vlla, ky s'ka pas frizur, ky ka pas anten 5G në kry. Ona është zerrën mes si mur betoni, nëse frynera fort ai nuk livrit, po era nale taj. Pogba, ky ka shku te berberi, ka bo veç bën diçka kreative. Edhe berberi ka bo, okay, po bëjnë art abstrakt. Leopard prend via forma, koka ti ka pas më shumë dizajn se fanelat. A e din kur jetë që vonë, ke dal për ngut, edhe e shë vetën tek masi ke dal për shpis. Neymari ka shku për këtë look, edhe prap e ka bo trend. Ta shkojmë të nështë pamja ma legendare, Ronaldo R9. Berberit këti ndodhë që ju ka nalë rryma në mes të punës. Kur i ndodhë Ronaldos, nuk e dip se pa në kohë natë që për në nalët rryma. Po nejse prap u bo lezint. Edhe ma e forta, ekipi Rumanis Kate Bjënd. Imagjinoj me dal 11 veta me të njëjtën ngjyrë si detergjent. Kjo nuk ka frizur, kjo projekt grupor. Tash seriozisht, mos shko te berberi me apo bëja çish dush ti, po shko me naj foto, naj ide apo një frizur që të përshtatet ty. E bëja tag atij shokut që i duhet më qetë urgjent. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM, subscribe në YouTube.